ndruar jetë në moshën 91 vjeçare, ikona e kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa. Margarita Xhepa lindi në 2 prill 1934, teksa një ditë më parë festoi ditëlindjen. Gjatë karrierës së saj ajo ka realizuar mbi 150 role në teatr dhe 22 role në kinematografi. Ikona shqiptare e kinematografisë është konsideruar si një nga zonjat e mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar që startua në 60-ën dhe vijua ndër vite. Disa prej personazheve që interpretoi gjatë karrierës së saj janë zyrakat e vitet e para, shanot e dimri i fundit, pianistja te koncert në vitin 1936 dhe lenat e Toke për gjakur. Margarita Xhepa ka performuar dhe në rolet e dramaturgjisë botrore si Ofelia tek Hamleti, Vajza e dytë tek Mbreti i Lirë, Dadoja tek Romeo dhe Julieta, Mbretëresha Margaret te Ricardi III, Lady Milfordin në dramën Intrigë dhe dashuri, Melën në dramën Morali zonjës Dulska, Dafinën në dramatizimin e romanit Lumi i vdekur dhe nënën në inskenimin e romanit Kadares, kush e solli Dorontinën e shumë të tjerë. Në vitin 2007 aktores ju dha çmimi i karrierës për rolin e Nadjezhnës në monodramën Kënga e Mjellmës, ndërkohë është dekoruar dhe me titullin Artiste e Popullit.